Atëherë, rikthehemi me bisedën në studio. Tashmë kemi profesorin dhe ish futbollistin Malson Xhambalaj me neve. Përshëndetje Malsor, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dugaxhinit. Përshëndetje, kënaqësi të jem me ju sonte këtu. Sonte po flasim për futbollin pak më gjatë, nuk kemi pas më herët mysafir. Kisha pas çap me fillu pak me kombëtarën e Kosovës dhe ecurinë e tyre deri në këtë fazën ku janë tani. Kanë siguruar fazën e play-offit. Po ekipi ynë i Kosovës mendoj që ka zhvilluar një kompeticion shumë të mirë, serioz, me një nisje me Zvicrën që ishte pak dëshpëruese, por pastaj çdo gjë në vendin e vet, një punë dhe një përkushtim i trajnerit për të vënë një disiplinë jo vetëm taktike, por një disiplinë të përgjithshme në ekip, në mënyrë që ekipi të frymonte si një skuadër homogjene, dhe kjo ndoshta ishte arsyeja kryesore pse ne kemi arritur tash në stadin e play-offit, sepse në futboll, që është një skuadër me më shumë futbollist, nëse nuk ka homogenitet dhe nëse nuk ka bashkëveprim dhe bashkëndjesi për njëri tjetrin, si dhe nivel të përgjithësisë, nuk mundesh me pas sukses pavarësisht kualitetit që e ki. Në rastin tonë këto mendoj që ishin nivelin më të lartë, pastaj edhe cilësia futbollistëve e bën të vetën, sepse tani kemi futbollistë që të bartin barrën në klube shumë serioze, që janë në Itali, në Gjermani, në Spanjë, po edhe në vende tjera. Dhe nuk jemi hiç inferior kundrejt skuadrave tjera, sepse kemi potencial dhe kemi shumë futbollistë të cilët janë në ardhje e sipër për nga mosha, për nga cilësia të cilët munden më bu pjesë e ekipit tonë. Prandaj mendoj që e kemi merituar. Jemi një vend i futbollit, një vend futbollistik, ku futbolli luhet më të madhe, ku futbolli është një sport nacional, dhe mendoj që kjo ka qenë një farlloj e arritur, e merituar për gjithë Kosovën, po dhe për gjithë kombin shqiptar. Tash kur po them një arritur e merituar, faktikisht është e merituar, por kur po them nganjëherë është një arritur shumë e madhe. Po më pyesin nganjëherë, po ne si jemi kualifikuar, është shumë e vërtetë sepse si jemi kualifikuar ende. Mirë, po unë e konsideroj që deri këtu kemi bërë një arritje, një kapërcim, goxha të madh, i cili mendoj që ka me lënë gjurmë pozitive edhe nëse kualifikohemi edhe nëse jo. Pastaj nëse kualifikohemi, atëherë është kaptin tjetër. Çka realisht nuk shkoi me Zvicrën, ishte krejt një fytyrë tjetër e kombëtarës Kosovës në krahasim me ndeshjet në vazhdim. A gaboi realisht përzgjedhësi? Po, shiko, kur ndeshja humbet dhe rezultati është i thellë, domosdo është një përgjegjësi e trajnerit, sigurisht edhe futbollistëve, po në këtë rast më shumë e trajnerit. Nuk është kjo për me gjyku edhe për me kritiku ashpër, sepse gjërat e tilla ndodhin në futboll. Po flasim për incident. Po. Mendoj që ka qenë një aksident i momentit i selektorit, i cili e ka pas një vetbesim pak më të madh të disa prej futbollistëve, të cilët atë nuk i krytën detyrat ashtu siç duhet. Pastaj duhet me ditë që Zvicra është një skuadër shumë taktikisht e pjekur, ndoshta për gjitha skuadrave në glob, që tani edhe ato që janë kualifikuar botror, është një prej skuadrave që taktikisht është shumë solide, shumë kompakte, sepse këta futbollistë që janë të Zvicra luajnë ka herë së bashku, janë futbollistë që kanë luajtur edhe në gjeneratat e reja të Zvicrës, dhe si e tillë skuadra bëhet shumë e fuqishme, sepse e kanë një bashkëpunim shumë të mirë mes veti dhe kanë një transformim të shpejtë në lojë. Dhe kanë edhe futbollistë të pjekur. Unë mendoj që njëri prej faktorëve kyç pse Zvicra ka këto rezultate është Granit Xhaka dhe jo thjesht pse ajo është një shqiptar i jonë na dojmë, po krejtësisht profesionalisht po flas, është njëri prej futbollistëve më të mirë të Zvicrës, ndoshta prej mesfushorëve më të mirë në arenën ndërkombëtare. Pa e përjashtu kontributin e asnjërit të kombëtarëve të Kosovës. A ke qenë i befasum me paraqitjen e të fillu prej Aslanit, të Avdullahu edhe të Hajdarit, si prurje të reja të kombëtarëve të Kosovës, integrimi i tyre i shpejt? Mendoj që nuk kam qenë shumë i befasum me cilësinë që e kanë shfaqur. Ndoshta do të thas se kam prit shumë çatë bashkëpunimin e tyre me ekipin, çatë ndërlidhjen e tyre që e kanë bërë me ekipin shumë të shpejt, edhe në aspektin e shoqërizimit, socializimit, po në aspektin e zhvillimit të lojës taktikisht. Dhe duke
po tani se si ata shpejt u integruan në ekip, është merit edhe selektorit. Na duhet me fol realisht dhe me qenë të drejtë. Nëse i vëm kritika selektorit për ndeshjen e parë, atë duhet me theksu se gjitha këto arritura është meritor selektorit. Dhe në fakt, nëse këta futbollistë janë integruar shumë shpejt, mirë, është merit e selektorit në njërën anë. Dhe në anën tjetër është merit e futbollistëve, cilët luajnë në nivele të larta, janë të pjekur mjaftueshëm intelektualisht për me kuptu taktikën e lojës dhe për me qenë racional në lojë. Mandej ka qenë një faktor i cili ju ka ndihmuar këtë në djemve, se shihet që janë djem adhëtar, dhe dashuria për me thonë maksimumin, po tash shtrohet një pyetje tjetër, si ata u integruan ka shpejt nëse pyesin një palë tretë e cila nuk mirë kështu profesionalisht. Atëherë është një faktor tjetër që janë futbollistë të tjerë ata që janë aty që i kanë pritë shumë mirë, edhe ata. Dhe ky është njëri prej faktorëve, domethënë secila komponent ka qenë vendin e vet. Edhe trajneri, edhe këta futbollistët vet, po edhe futbollistët që i kanë pritë, i kanë pritë dorëhapur edhe sepse ka ekipe ku nuk funksionon gjithçka siç duhet për nga atmosfera. Unë mendoj që në ekipin tonë ka qenë një atmosferë mirë. Këta janë ndërlidhur shumë mirë me ekipin, po funksionojnë si një grup të gjithë futbollistët dhe mendoj që ky ka qenë çelësi kryesor, sepse këtë cilësi e kemi pasur edhe më herët, ta futbollistë kemi pasur më herët disa prej tyre. Nuk mendoj që është çelësi rezultateve veç ta futbollistë që kanë ardhur, sepse pavarësisht që kanë ardhur, unë mendoj që njëri prej futbollistëve më të mirë që kemi, edhe më produktiv është Vedat Muriqi akoma. Po mendoj që këta kanë ndihmuar dhe secili aty, kushdo që ka luajtur deri te Gallopeni që është më i riu, ndoshta, ndër me trinjet për nga mosha, ka dhënë maksimumin dhe ka një ndjenjë të përgjegjësisë për këtë ekip dhe kjo është gjë më pozitive. Nëse pyetemi për Foden, çka e bën Foden të veçantë në krahasim me përgjithësinë që ka pas Kosova? Çka ka Foda brenda vetës që ka shndru Kosovën në këtë ekip që është tash? Kemi qenë me një grup jashtëzakonisht vështirë. Mendoj që po ta rastin më zhvillu një farë bashkëbisedimi për derisa ishte një konferencë në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit dhe e kom pa dhe gjatë udhëheqjes së ndeshjes, gjatë prononcimit, po poshtë edhe ditë një karakteristikë të një personi të ndershëm për nga natyra, një personi i cili është shumë i drejtë, i sinqert, dhe unë mendoj që kjo është karakteristika e tij. Ai po punon aty pa hile, ka vënë një disiplinë, ka vënë një plan të cilin po e ndjek dhe mendoj që ky ka qenë ndoshta njëri prej faktorëve që kanë ndikuar që ekipi me dhon maksimumin, sepse kemi pasur që nuk ka pasur futbollist i cili ka pas të garantuar vendin në fushën e lojës prej fillimit. Dhe ky është një faktor shumë i rëndësishëm në lojën e futbollit, sepse kur futbollistët janë sipër trajnerit, nuk mund të ketë rezultate ekipi. Kur futbollistët njekin udhëzimet e trajnerit, mendoj që ekipi mund të ketë rezultate më të mëdha. Nëse vendosim kupollën e përgjithësve që kanë udhëheq Kosovën deri në këtë periudhën kur jemi tash, a mund të themi që Foda është në krye lart? Po nuk. Apo është herët më fol për këtë çështje? Tash nuk është çështja periudha ose? Janë periudha të ndryshme kohore, mandej nuk do të ishte fair me shpoll më të mirën, sepse në fakt dhe nuk jemi përgjegjës për me bëni një punë të tillë. Ajo që farë mendoj është që secili në kohën e duhur e ka dhënë maksimumin, por kanë qenë periudha të ndryshme. A ka pasur mundësi ndonjëri prej trajnerëve më herët me bëu diçka më shumë? Absolutisht po. Ka pas mundësi se kemi pas cilësi. Por nuk ndodhet nganjëherë, nuk varemi nganjëherë vetëm nga cilësia e trajnerit futbollistëve, janë edhe faktorë tjerë rrethanor, janë kundërshtarët që kemi pasur Romania sa një ajo ky. Pra kanë qenë edhe faktorë tjerë që kanë ndikuar nganjëherë. Por nëse flasim për një skuadër e cila përun një atmosferë të shëndosh në ekip, mendoj që te Foda po vrehet një gjë e tillë dhe mendoj që janë pjekur të gjitha kushtet që ne me të drejtë të synojmë rezultate. Por duhet me ritheksu edhe një herë këto që secili selektor ka dhënë kontribut në ndërtimin e këtij ekipi, sepse ky ekip është rrit vazhdueshëm, nuk është rrit për 2 ditë. Saktë. Na pret ballafaqimi me Slovakinë. Sa është i vështirë ky duel për Kosovën?
është shumë i vështirë për disa arsye. Në ne është i vështirë për nga cilësia, sepse skuadra slovake ka një skuadër shumë të mirë, do të thoja, jo ekstra të mirë, por ka futbollist cilësor. Është një skuadër që luajnë që një periudhë së bashku, kanë një traditë historike të mirë në këto kompeticione dhe mendoj që do të jetë e vështirë me ta. Në aspektin e lojës si vendas, që në futbollin profesional po hiqet kjo terreni vendas musafir sepse kushtet po janë të barabarta, por në rastin ton është pak sa më ndryshe sepse do të luhet në një vend i cili nuk e njeh Kosovën, me një tifozeri e cila den me qenë shumë nacionaliste ose edhe në momente edhe me sharje fyrje mbi baza nacionale, ndoshta edhe me shprehje eksesive. Dhe edhe ky është një problem i të cilin do e bart ekipi ynë gjatë kësaj ndeshje në fushë. Ajo që unë mendoj jam i bindur që futbollistët tanë janë shumë të pjekur për me përballu një presion të tillë, dhe mendoj që edhe kanë cilësinë e duhur me përballu edhe një skuadër që është Slovakia. Duke i marrë për bazë të dy ekipet, edhe cilësinë e futbollistëve të Slovakisë dhe tonën, mendoj që kemi gjasa të mira që ta mposhtim Slovakinë. Ky është një mendim jo nga dëshira, por realisht mendoj që kemi mundësi që ta mposhtim. Ajo që mund të më bëjë pengesë është vetëm rreshtimi taktik. Nëse trajneri për shembull i Kosovës luan taktikisht me ançur që shkaluj të ndeshje, mendoj që do të kemi mundësi, por nëse bën ndonjë gaf si ku ndeshje me Zvicrën, ta zon për të bën ndonjë lëvizje për të shfaqur një skuadër me të hapur, unë po mendoj që ajo nuk po na konvenon dhe po ndeshkohemi me lehtë. Kështu që po jam shpresplot që skuadra jon ka me dal shumë suksesshëm nga i takim. Shiko, nuk është e lehtë me prognozu këto lojë, absolutisht është ndeshje shumë e vështirë, por sinqerisht mendoj që kemi cilësi për me kalu kësaj rrodhe. Po bëjmë fjalë për një ndeshje. Absolutisht. Që vendos shumë çka. Edhe krejt në fund kisha pas qaf me marrë një mendim për Superligën. Kemi pasur tash sfundmi ndryshime bukur të mëdha në lëvizjen e trajnerëve. Është njoft Superliga edhe më herët për ndryshimin e trajnerëve, por çka na ka rënë sy xhirove të fundit është ardha e trajnerit Karoglan te Ballkani, më pas rikthimi afër të Vërlanit te Prishtina, edhe dueli i tyre për kreun e tabelës. Si do ka duk Superliga deri tash me krejt këto lëvizje, me krejt këto ndryshime? Po mendoj që skuadrat në Superligë janë organizu bukur mirë, janë forcu bukur mirë në aspektin financiar, ligji për sponsorizime dhe donacione për bën një ndihmë të madhe dhe skuadrat po kanë mjete për të kriju skuadra. Ajo që duhet ndoshta me rrit atë intensitetin e punës në rregullimin e strukturës organizative ose administrative të klubeve dhe të infrastrukturës stërvitore, që është një pengesë akoma për shumë klube, por në aspektin e ekipeve, mendoj që kemi ekipe shumë cilësore, nuk kemi ndonjë dallim shumë të madh për nga cilësia, por kemi skuadra të forta. Ju e përmendet Ballkanin, Prishtinën, po është edhe Drita, është Gjilani, skuadër me futbollist cilësor, është Llapi me futbollist cilësor, është Malisheva që i ka rujt shumicën e futbollistëve për viteve të kaluara, por është dhe Dugagjini i cili po befason. Pra që nuk ka bën ndonjë, si më thonë, nuk ka shumë futbollist, ndoshta ose ndonjë skuadër me pompozitet, por mendoj që është një skuadër që duhet me lavdru. Mandej janë edhe këto skuadra që pavarësisht vendit ku e kanë janë mundu me organizu, për shembull Drnica, po Prishtina e Re, Ferizaj, për shembull Prishtina e Re, pavarësisht që është vendin e fundit, ka një kryesi shumë të mirë, paguën futbollistët me rregull, punohet profesionalisht, po nganjëherë vjen rezultate. Kuq në taktik, kuq në përzgjedhje të futbollistëve. Këto janë problemet që ndodhin në futboll, por në përgjithësi mendoj që kemi rritje të cilësisë. Nëse më pyet cila prej skuadrave po bën një lojë pak më të bukur për momentin dhe pak më të shikueshme dhe s'po them edhe cilësore se të gjitha kanë cilësi. Por në aspektin edhe të shikimit lojës, mendoj që Ballkani po shfaq një lojë shumë të pjekur të mirë. Ardha e këtij trajnerit kroat, edhe duke pa në lojë, po kam dhe informacione brenda grupit për shumë kolegëve që punojnë aty,
Domethënë kam fjalët më të mira për punën që po bën, për një punë shumë profesionale që po bën. Edhe mendoj që këta trajnerë që kanë cilësi rritin dhe cilësinë e kampionatit. Dhe kemi dritën e cila akoma nuk është në fytyrën e saj të vërtetë, sepse po luan në Evropë, edhe shumë na është e vështirë kur je në gara ndërkombëtare, sepse pak kush e din ngarkesën psikologjike dhe fiziologjike që kanë këta futbollistë tu udhëtu, tu ardh, tu shku ndrrimi klimës, aeroplani, ardhja, lëndimet, ngarkesa ndeshjeve, mesën e krejt kësaj më mundu me zgjetë rikuperimi. Privimi nga jeta private për të pa familjen e kështu. Dhe në mesin e krejt tërë me tentu me dhon maksimumin është bukur e vështirë. Prandaj deri këtu drita mendoj që ka dhon maksimumin e saj, se mos gara evropiane është paraqit si duhet dhe me dinjitet. Pikërisht në fund doshta me të pyet për paraqitjen e dritës nga gara të evropianësh në prakt historisë nëse kalon në fazën e play-offit. Edhe këtu ku është e ka bërë, por play-offi është krejt diçka tjetër. Nëse futen play-off është diçka shumë breslense për gjithë neve, por do të jetë e vështirë, por edhe këtu ku ka arrit drita dhe ku ka arrit më herët Ballkani, pra këto janë nivelet larta të garave, edhe nuk arrihen lehtë. Pra na nuk guxojmë mu dëshpëru për një humbje ose një mos kualifikim të një ekipi, sepse të luash në Evropë është shumë e vështirë. Prandaj duhet me përgëzu dritën pavarësisht rezultatit të ndeshjes së ardhshme, duhet me përgëzu për punën që e kanë bërë edhe si trajnerët, si futbollistë, si staf, në mënyrë që drita vërtet me shkëlqy në arenën ndërkombëtare dhe me përfaqësu Kosovën siç duhet. Kjo është shumë e rëndësishme për neve. Pastaj nëse kualifikohen, do të ishte diçka shumë e mirë për ne. Profesor, faleminderit shumë, ishte kënaqësi me diskutu për futbollin përgjithësi me juve. Faleminderit na ftesë.